Atere të dashur miq të Agon në Blues, sot tema jon është apo mbasin traditat në familjet shqiptare, a ka më shumë respekt? Ku po shkon kjo botë? Ne do të pyesim qytetarët tanë të Vlorës, do të marrim opinionin e tyre, mendimin e tyre për traditat shqiptare. Në fakt kishte lezet traditat shqiptare. Tani sikur i ka humbur ajo, ku diun, shija, çdo lloj gjëje, duket pak më shumë si fasad, kështu. Edhe njerëzit ku festojnë edhe ku martohen më shumë bëjnë show se sa martohen të mëndshur. Apo është duken sot familje tradicionale? Familje tradicionale, po përse janë tradicionale në familje? Se ka edhe për këtë punë e për të punë. Të shëndosha, ishin nësa sot ti ku ka më shumë përçarje, më shumë. Në përgjithësi, Vlora në përgjithësi flas. I ka familjet shumë të mira, ndonjëto. Unë që them këtu, them se unë jam 80 vjeç. Mirë po, ka dhe në një që edhe ashtu e kështu. Por, që të bëjmë familjet më të mirë akoma, duhet të rregullohet në radhë parë këta që drejtojnë Shqipërinë. Se nuk po drejtojnë Shqipëria akoma. Ta e kanë fajin dhe që punë tradita. Po, sepse po nuk u solli mirë ai që e drejton Shqipërinë, mua nga i mëndshëm më ka kthyer buralla. Gjithë se cili përfaqëson veten e tij, se ne zobazojmë nga... Po mirë, shiko, do të them një gjë. Ja unë do ta lidh me veten. Pra atë që më është bërë mua në familjen time, mua më kanë bërë që më ka vrarë. Më kanë vrarë, sepse të arish që t'i vjedhësh pronën tjetrit, e ke vrarë, pa një dokument. Mirë po, unë nuk kam jetur drejtësi fare. E kupton? Që gjë s'ka drejtësi. Faleminderit. Për familjet shqiptare, apo zhduken familje tradicionale shqiptare, ka më shumë bashkëdhesa, më shumë përçarje, si e shikon? I shikoj që ka degeneruar çdo gjë. Tani pse? Se ka gjë se respesa pse? Po të shpjegoj se respesa ditë gjallë, se që ditë do taj. Pse? E shikon dhe atë, po bëj një spektakël aty, vazhdon në ekranit kujtu. Ka degeneruar, nuk ka me taban, do më thëmë, kombëtare më, tradicionale më, bërë bashkëtesa. Ka në umbër shia, të gjë? Mërdo? Ka umbër shia, për? Kush ka umbër? Shia, tradita. Shia, autorsia, generaliteti, originaliteti, në vjen shumë kej tani, ti e djaliri. Sa vjeç je ti? 32, unë jam 2 fishi jotë. Kemi parë, kemi dëgjuar, nuk them, ndryshime është domosdoshëm. Po jo degenerim. Tua më shumë liri, më shumë bashkëtes, 3 vite me një vit me një. Tani bashkëtesa është martes, pavarësisht ato formalitetet, se edhe në gjëra si vjetë po dush ta bësh divorcin e bën, nuk është ndonjë problem. Ose problemi është që të kalojnë mirë, Tani, si për të gjithë edhe kemi dalë, kemi bërë shumë. Çdo vend, çdo kombë, çdo shtet ka specifikat e veta. Ka traditat e veta. Italiani ka ndryshe për shembull. Ne kemi ndryshe se po të shikosh turkut ai ka ndryshe. Por ama në ata bani jo, nuk do të ndryshosh. Ne i prishin traditat. Traditat, respekti. Sot po të shikosh njerin në rrugë aty të shikoj, e shkel me këmbë, nuk e ngret ta ndihmoj ta. I bëjnë foto më shumë. I bëjnë një fotografi ta hedhin shumë. Po ta hedhi për qyfyrë, thotë, apo ta hedhi për ndihmon, jam dakord. Ta hedhi ta ndihmon. Se ndodhe ambulanca ku vjen ai që të merr. Ora ka raste për shembull që në atë shumë mirë e bëjnë, e hedhin në Facebook e çan ato për ta ndihmuar, ja plotësisht, po jo për ta disetu. Është vërtet. Ë? Është vërtet. E vërteta nuk ka, është shumë e vështirë. Falenderoj. Jo, falenderoj. Faleminderit. Kishe po, të jemi me këmbë në tokë, thotë zotëria. Po, ajo është. Të jemi me këmbë në tokë, mos ta degenerojmë gjën, tha zotëria, dhe është më se vërtet. Duhet i mbajmë traditat tona si shqiptarë që jemi. Po, t'ja pyesim të Xhaxhi. Si e? Një pyetje për traditat tona. Nuk i njeh fare. Nuk i njeh fare traditat zotëria, kështu që rrotullohemi, të shkojmë ku të shkojmë. Ama vetëm konflikte mos kemi me njerëzit kështu. Ne i pyesim, po do të flasin, po do të mos flasin.
Do ta, ja. Po. Tani vetëm mos ma firmos Po, kam. po. Një sugjerim, edhe t'i jepni atje ku do të. Po mirë, tani ne jemi qytetarët e ta, që si shesin. Po s'është tregu. Po shalli duan Po në të rrugë do të ja. Po duan të Ne kemi ushqen. të vesh në Itali, në kudo të vesh, po në Itali. Nuk të lë njëri rrugë, ka merkato, ka. Unë them se nga halli duan të ushqen. A të lutem. Po fillove edhe ti nga halli. Jo, mirë. Ti thua nga halli. Ai polici bashkak thot nga halli. Nuk e. Ti zbatoj ligjin. Të veja të kesh tregu, ja të kesh. 20 metra. Dhe të tregu të paguaj të taksën e jesë. Qa taksa? Tani s'ka më fare taksa për te Edhe ai treg nuk nëse është tamam për të shitur gjithë, po largohen nga tregu. Ore të ne themi tregu që mos dalit të shesin rruga, po nuk shet njeri në rruga, është turpe faqe zezë. Aty ma tanë është për treg fare këtu te stacioni, është për treg aty, treg i vogël. Edhe pula po shqisë, pa që kështë pula, turpe poza, të le do të mbrojmë qytetin tani. Mos në themi tani që... Bëhet ta mbajmë, Jo do të hamë, jo do të pinë, të gjithë do të hamë, do gjetur mundësia edhe për ta. Po të duesh puti ka plot. Ja, thot ai duam kamarier, duam shizë. Të gjitha aty në lokale, pse s'vën? Jo pse s'vën? Duan më shumë para shqiptarët. Çfarë? Ndoshta duan më shumë lek. Po lekët nuk ka rrogë tani tek privat 400.000 lekë të vjetra. Po. Nuk kanë nën 400.000 lekë, po s'është pak. Po jo, më jo, se janë në gënjeshtra, se janë vërteta. Nuk të gjojmë i këngë glonjate të vjetur. Në një portokale moj, të ndala unë në ty. Ku s'ka as portokale më? Këto janë... Çfarë janë këto, zoti operator? Këto janë repe. Kur them unë, duhet të shkojmë të ndryshojmë vendin, nuk më beson ti mua. Për traditat e kemi, po unë basin traditat shqiptare në familje ka më shumë që bashkëtesa, përçarje. Shumë po dëmtojnë traditat sa s'ka ku duhej. Jo të themin ato traditat që kishim edhe neve atëherë. Ato sa kone shqiptare ishin të bukura. Po, jo ishin të bukura, po ishin shumë të bukura edhe lidhja shpirtërore, njerëzore, jo me gjakun e me fisin e me familjen, po dhe më tutje, dhe me gjitonin, kurse tani po shpërbëhet një nga pikët kryesore të edukimit. Duhet shumë punë, duhet thirrur trurit që të bëhet diçka në këtë pikë, pavarësisht se halle e probleme ka njerëzit e kështu, por kjo është pikë shumë e ëmbël e brezit ton të paktën, për brezin ton. Pra po preferojmë më shumë të largohen nga traditat e apo ndoshta që po futin Bashkimin Evropian edhe nuk vinë si Evropianët. Ajo tjetër punë, ajo punë e Bashkimit Evropian. Ne kemi fjalën këtu për traditën, për edukatën, për sjelljen, për lidhjen fëmijë, prind, motër, vëlla, fis, xhaxha, tezet, njerëzit të jenë duhet të kthehen mbrap. Në kjo pikë nuk është negative, po të kthehesh dhe mbrapa. Faleminderit, dhe unë jam shumë dakord me ty. Që duhen këto gjëra të rikthehen dhe mos të largohemi. Një pyetje për traditat shqiptare, po unë basi traditat shqiptare. Çfarë? Traditat shqiptare. Po dhe ka humor dhe po ringjallet prapë, se e kuptuar me vones. Mos e brezi i ri. Brezi i ri tash po e kupton tani. Po e kupton? Po e kupton. Inshallah i kthen mend. Se e shikon që ka ngel çdo gjë. E zu. Po, Edhe i faleminderit. kthehet vjetrës tash i dalë një herë po, se kush e di ç'a Sa vin. do të dalë reja prapë te vetë do Kush e di ç'a vin më e mirë thon, se kanë përjetuar, e kupton, kjo është. Ne që e kemi përjetuar e dim se ç'a është Ai tradita. ishte më e bukur e kohë se sa. Po tani duket si gjithsesi çdo kohë ka kohën e vet. Tash nuk duhet të gjykojmë dhe të rinë, duhet i mësojmë ne me traditën. Normal, po. Apo jo? Ne ju i mësoni, po varet sa e pranojmë ne E varet nga ata që kanë në shtëpi. Ç'të them, hajde kalofshi bukur. Faleminderit, jeni mirë. Faleminderit. Një pyetje për traditat. Apo unë pasin traditat në familjet shqiptare? Si e gjykon? Po masin. Se po unë pasin? Qa ka ndikuar që... Ka ndikuar ndryshimi i sistemit, sepse u keq kuptuar edhe nga qeveria, nga ata që morën pushtetin, po edhe nga populli poshtë, nga të dy palët, po. Tani, nuk e ka ndryshuar mentalitetin ata që kanë shkuar në emigracion. Pse, do të thosh? Sepse kanë marrë edhe kulturën andej, kanë marrë edukatën, kanë marrë çdo gjë të mirë andej. Kanë marrë këtë dashurim për punën, për pronën,
Pavarësisht dashuria ka qenë dhënë i për punën, ndërsa këtu është dashuria për pronën edhe o burra të marrim sa më shumë, o burra të lëm njëri tjetrin pa gjë. Pra, më shumë të marrin edhe harrojnë. Po, të t'japin. Ose për pensionistat, për shembull, unë jam pensionist. Flitet shpesh për rritje pensionesh, po pensionet rritjesh ajo me 2.5%. Nuk e Po, udhim se të arrisin çik më shumë pension. Për veten e tyre nuk udhimset. Jo, Sikur se lekët ata. Edhe janë të dy krahat një lloj, të dy krahat e politikës. Nuk di këtë bësh për të mirë, këtë bësh për të lik. Një lloj. Ti thua mik, e di kujt thua armik. Po. Pavarësisht se edhe këtu ndryshon ajo balanca ndërmjet njërit e tjetrit, për shembull, ai i pari plaku mere, ai edhe ka vrar, edhe ka vjedhur, ka vjedhur që krijoi firma piramidale, na mori lekët e firma, u zotua, tha atëre që lekët e firma janë të pastra, tha mos e vrisim mendjen, tha janë sigurta, por ato i morën për vete. Por Nuk humbasin. vazhdon të ndodhë një nga gjë në Shqipëri. Saliu ka ikur, vazhdon Rama. Rama vazhdon, po jo në atë shkallë që Saliu, pastaj edhe sulmohet shumë nga opozita. Sulmohet shumë edhe nga opozita. Të paktën ka bërë disa gjëra, ka bërë gjëra të mira për vendin, për rrugët. Ka bërë gjëra të mira për edhe për spitalet. Njerëzit vazhdojnë të ikin. Vazhdojnë të ikin, edhe ka nikur. Po. Shqipëria A është vërtet shëndetësia falas? ka qenë edhe më keq shëndetësia se A të ç'është tani. përgjigjen ty kur shkon në spital? Jo, më përgjigjen deri diku. Jo si atëherë një herë, si atëherë një kohë, por që Në rast se prapë shkon në përgjigjen. spital, futet në sallë operimi dikush, pa leku për atë. Nuk e kam provuar për vete. Ke dëgjuar nga njerëz, çfarë thonë? Po në atëre para 10 vjetësh, para 10 vjetësh, por para 7-8 vjetësh. Nuk operoj dot pa lek. Jo, s'operoj dot. Bile thoshin edhe kështu që ne nuk kemi mjete, këta që punojnë në Është e farmacia. në spitalet e shtetit, thoshin që ne nuk kemi mjete, shko te privati, i dërgonin te privati, po i dërgonin edhe si klientë, bashkëpunonin me privatin edhe merrin pjesën e tyre edhe ata. Pra, morëm opinionit e qytetarëve,